Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah se kuptimi, domethënë çka do thot el imanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Çka do thot kjo? Thot Ibn Taymija domethënë që me vërtetu domethënë atë që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam, me pohu dhe ti bindemi atit, bindja dhe ndjekja e shariatit të tij. Kjo është domethënë imani, besimi në pejgamberin alayhi salatu wasallam, që ta pranojmë, ta pohojmë, ta vërtetojmë atë që ka sjell dhe jo vetëm kaq, po edhe ti bindemi asaj dhe jo vetëm edhe kaq, po edhe ta ndjekim shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë Sheikh Abdul Buhari se ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah se domethënë pranimi dhe pohimi çka do thotë? Prej kësaj domethënë kërkohet dy çështje tjera. Kur ti e pohon, çka do thotë kjo pohimi? Thotë Sheikh Abdul Buhari se ka thënë Ibn Taymija rahimahullah, çështja e parë është domethënë që ta pohojsh ti ose ta pranojsh profetsin, pejgamberllokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta pranojsh domethënë se ajo është pejgamberi Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë është domethënë që ta pranojsh dhe ta vërtetojsh që atë që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam është e saktë dhe vërtet dhe e kemi për detyrë ta ndjekim. Do thonë nuk mjafton që me pranu ose me pohu se ajo është pejgamberi Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj mja kthej shpinën. Jo, patjetër duhet domethënë edhe me ndjek dhe me besu, domethënë me besim të palakunshëm se atë që ka sjell pejgamberi alayhi salatu wasallam është e vërteta, e sakta. Dhe çdo gjë që kundërshton këtë rrugë është e kod dhe është domethënë është e shpikur.